Të dashur miq, ja ku erdhi koha që të jemi sërish së bashku në emisionin Këndi i Diskutimit. Sot do të flasim për librin, do të flasim për leximin, do të kuptojmë se si është gjendja e shoqërisë kosovare në këtë drejtim, nëse jemi duke avancuar në drejtim të leximit më të shpeshtuar të librit apo po stagnojmë. Këtë temë do ta trajtojmë me profesorin Jeton Koçinaj, që është profesor në Medresen Alaudin, dega në Prizren, e që kemi kënaqësinë që është me ne. Profesor, mirë se vjen. Faleminderit, mirë se u gjej. Faleminderit për ftesën. Si është gjendja në Kosovë? A ka interesim për të lexuar? Fillimisht, për të mos tingëlluar ashtu shumë skeptik edhe shumë pesimist, krahasuar me dekadat e fundit të shekullit të kaluar, realisht duhet pranuar se gjendja e leximit është më e zbetë nëse krahasoj me asë si ka qenë të kaluarën. Ndonse sot ka lexues më shumë se sa që ka pasur në të kaluarën, mirë po në kuptimin si lexues aktiv ka shumë më pak se sa që ka pasur në të kaluarën. Dhe pak a shumë do të kisha thënë për fillim se ky është ai dallimi i kohëve të sotme me atë që ka qenë dikur si lexim në përgjithësi. Pra, si tradit, leximi ndër shqiptarët ka qenë i pranishëm, apo jo? Relativisht, nëse krahasohet me popujt e tjerë, ka filluar leximi të shqiptarët në mas të gjerë bukurvon, në fund të shekullit të 19 me hapjen e shkollave të para shqipe, që atë botë quheshin mësonjëtore, ndërsa pastaj për të kulmuar në faza të ndryshme të mëvonshme, edhe për të pësuar rënje, siç është koha që ne po jetojmë në dekadat e fundit, mirë po normalisht jam optimist se në këtë drejtim do të ketë një gjumë, e që pas gjumit normalisht pritet një zgjim dhe shpresojmë që ky zgjim pas këtij gjumi të thellë ndoshta që është për momentin që të jetë më i gjallë edhe normalisht kthimi që të jetë edhe më i madh se çfarë ka qenë në të kaluar. Dhe nëse krahasojmë me brenda disa dekadave, kemi pasur ndonjë periudhë kur leximi ka qenë më i kënaqshëm në shoqërinë tonë? Ajo që duhet pranuar përkundër gjitha të këqijave që ka pasur komunizmi, në kohën e atij sistemi ka pasur një çrrënjosje të analfabetizmit, një shtrirje më të gjerë të leximit, pa çka që edhe ai lexim pastaj është shoqëruar edhe me tmeta të tjera, siç ka qenë tazëm cenzurimi i librave të ndryshëm me tekst të atyre fetar, ose edhe shkrimtarëve të ndryshëm, le ta zëm siç ka qenë Gjergj Fishta me veprat e tij e kështu me radhë, edhe për të ardhur në kohët e sotme në këtë që më shumë do ta quaja si një lexim cilësor, sesa mbase edhe si humbje e leximit në tërësi. Numri i lexuesve sot është shumë më i madh se çka ka qenë në të kaluarën, mbase dhe do të jetë i papërsëritshëm numri i lexuesve, mirë po në kuptimin aktiv nuk është ashtu siç ka qenë në të kaluarën. Në të kaluarën ka pasur libra më pak dhe lexues ka pasur më të pak, mirë po përqindja e leximit të atyre që kanë ditur shkrim lexim ka qenë shumë më e lartë se sa kjo që kemi sot, pa çka që shtrirja e librave, leximi në përgjithësi është shumë më i madh se sa që ka qenë në të kaluarën. E mbaj mend kohën kur huazonim libra për të lexuar, ndërsa sot nuk dëgjojmë për diçka të tillë. Madje sot as nuk dëgjojmë duke thënë dikush se lexova në një libër diskutohej kështu, mirë po gjithçka sot trajtohet në aspektin, më tha dikush, pash në një video apo leximet e rrjeteve sociale. Të rrjeteve sociale dhe mbase kjo do të ishte vetmja e mirë në këtë aspektin e leximit, ishte një kohë e pas luftës së Kosovës, kur serialet ishin më të përhapura dhe vetmja e mirë në ato seriale ishte të paktën leximi i titrave, po faktikisht që të mos harrohet në tërësi ajo aftësia për të lexuar. Dhe normalisht që kjo nuk do të ishte gjë e mirë po që ta shohim atë mirësinë e vetme te kjo gjendje, si më thonë, që është shtrirë për fat keq në këtë kohë. Le ta trajtojmë tani më gjërësisht të problematik, sepse në esencë leximi asnjëherë nuk është i mjaftueshëm, duhet lexuar shumë. Cilët mendoni se janë ata faktorë të cilët kanë çuar në rënje në interesimit për të lexuar? Tashmë në kohën që ne po jetojmë, që kemi rastisur, le ta themi kushtimisht, të jemi pjesë e kësaj periudhe të zhvillimit të hapshëm teknologjik, jemi dëshmitar se libri është zëvendësuar plotësisht me telefonat që ne i mbajmë në duar. Dhe faktori kryesor, kryekëput do të kisha thënë që është sot kjo. Ta zëm në një rrugë kudo në një mostër të rastishme të rrugëve të ndryshme nëpër qytet, në kryeqytet, qytete të tjera, në një rrugë të vetme ka me 10 dyqane celularësh që merren me shitjen e tyre dhe në këto rrugë mbase nuk rastis që të shohim asnjë bibliotekë, librari e kështu me radhë. Dhe kjo është treguesi më i mirë se populli ynë në çka është i orientuar. Dhe normalisht po të kishte
tazëm librari shumë më shumë dhe biblioteka shumë më shumë, kjo është një tregues se ato frekuentohen, merren libra, lexohen, kthehen, siç e the huazohen e kështu me radhë. Mirë po, normalisht që çështja është krejtë ndryshme sot me atë që ne po themi. Pastaj rrjetet sociale, përhapja e tyre çdo herë më e shumë, çdo herë e më jorshse krahasuar me ato që të kemi rrjetet sociale dhe në këtë rast teknologjia janë faktorët kryesor problematik? Faktorët kryekput. Pastaj ndonjë faktor tjetër si kërkimi i karrierës ose pasurimi në mjete të ndryshme dhe sot nëse në kohën tonë ne na thuaj se pasurimi bëhet përmes librit, libri si mjet informues dhe argëtues, sot tazëm kjo tashmë është zbehur plotësisht. Për shembull, sot për të bërë një pasuri të caktuar, për të arritur një famë të caktuar, nuk është e domosdoshme, të paktën nuk shihet si domosdoshmëri që libri të jetë pjesë e kësaj. Dhe kjo është pastaj ajo e keqja që e ka lënë librin më njon. Dhe është me vend nëse themi se pikërisht rrjetet sociale, teknologjia është ajo që e ka varrosur plotësisht, nëse mund ta themi kësaj, librin në kohën që ne po jetojmë. Dhe kjo krizë vret tek të rinjt apo është problematik mbar shoqëror edhe tek gjeneratat e tjera? Për fat keq, frekuentuesit e dyqaneve të celularëve nuk janë vetëm të rinjt. Gjë që është një tregues që pastaj se edhe ata që janë më në moshë të moshuarit, edhe pensionistët, domethënë edhe ata janë që frekuentojnë këto dyqane, përkatësisht edhe ata kanë këtë pajisjen që është kundër librit. Dhe rrjedhimisht edhe ata kanë me se merren, pra e shohin si mjet më zbavitës, më argëtues, e shohin telefonin sesa librin. Dhe normalisht nëse një i ri sot do të ishte më i arsyetuar për shkak të ndjekjes karrierës, shkollimit, punësimit, ndërtimit të familjes e kështu me radhë, mbas edhe koha e tij është më e limituar që të merret me librin siç do ta kishte një pensionist, mirë po për fat keq tashmë edhe pensionistët nuk e kanë atë vullnetin që kishin dikur tazëm ata që ishin pensionistë në të kaluarat. Nuk kanë gazeta fizike tash për të lexuar. Pikërisht ndër të tjera, madje edhe ato elektronike kam ndroj se janë çdo herë më pak të lexueshme krahasuar me rrjetet të tjera sociale që të mos i zëm në goje se cilat domethënë janë ato që më së shumti domethënë kërkohen edhe për të qasjes menjëhershme tek lajmi i fundit, pra për të lexuar në rrjetet sociale, në teknologji, përmes telefonit. Është ajo etja e madhe normalisht për të arritur tek informacioni sa më shpejt, sa më lehtë dhe këto normalisht që do ta ofronte në një mënyrë shumë të shpejtë telefoni krahasuar me dikur që në kohën tonë që ka pasur gazeta. Pra, teknologjia, rrjetet sociale konsideron pengesë përballë librit dhe jo zëvendësim i librit. Absolutisht. Po të ishte një zëvendësim do të ishte gjë e mirë. Po për fat të keq e kemi një zëvendësim libra në telefon. Një zëvendësim negativ, përkatësisht me diçka që e ka çrrënjosur pastaj edhe librin, përkatësisht edhe leximin. Normalisht nuk do të thoshim që është një zëvendësim i duhur, mirë po një zëvendësim bukur i keq në këtë aspekt sa i përket botës së librit. Pra që ka orientuar apo çorientuar lexuesin. Flasim tani për motivimin për të lexuar më shumë, se si të motivohen të rinjt. Çfarë është roli i familjes, i shkollës, institucioneve gjegjëse në mënyrë që të joshin të rinjt për të lexuar? Nëse një fëmijë do të rritej në ambiente shtëpiake me prindër të cilët vazhdimisht në përduar ose ko pas kohë të paktën mbajnë librat e tyre teksa lexojnë, teksa diskutojnë ndërmjet vete bashkëshortët, kjo do të ishte një gjë e mirëpritur pastaj edhe në ndërdijen e fëmijëve. Ata ndonse nuk mund të dinë të shkruajnë e të lexojnë, të paktën do t'i merrin librat, qoftë edhe duke i kthyer së mbrapshti, duke imituar kinse po lexojnë, njëjtë siç i shohin prindërit e tyre teksa falen dhe njëjtë edhe ata bëjnë lëvizjet e tyre të namazit, njëjtë do të bënin edhe me librat e tyre dhe pastaj kjo në ndërdijen e tyre do të skalitej edhe do të bëhen natyrshëm pjesë e leximit pastaj në të ardhmen e tyre. Formimi i një lexuesi të ri fillon kështu. Pikërisht, dhe me që emisioni është këndi i diskutimit, mbasi do të ishte mirë që në shtëpi ne të kishim edhe kënde të leximit, edhe që normalisht pastaj me automatizëm kur futemi në atë kënd, edhe që tjetë ajo në ndërdijen tonë leximi pastaj natyrshëm që duhet bërë. Edhe normalisht pastaj edhe shkollat sot fatmirësisht janë shumë atraktive, të pajisura bibliotekat e tyre me libra të shumt dhe mund të them se gjendja
të nxënësit e ciklit të ulët të shkollës fillore është e kënaqshme, është shumë e mirë deri në klasën e 5-6 parafarsisht, mirë po pastaj teksa rriten, teksa bëhet shkëputja në mes nxënësit me mësimdhënësit, përkatësisht me mësuesit e tyre, atëherë pastaj edhe bëhet shkëputja edhe nga leximi për fat të keq. Dhe këtu është problem tërheqja, apo jo? Nuk tërhiqen lexuesit, nuk tërheqen fëmijët për të lexuar. Po, për fat të keq, mbase nuk ka politika të duhura në këtë drejtim. Për shembull, si mund të joshet një fëmijë për të lexuar? Po, shumë natyrshëm, secili fëmijë, secili njeri ka interesat e tij, ka dëshirat e tij, ka diçka që i pëlqen. Dhe normalisht njohja e tij, fillimi i leximit të tij me botën e librit do të ishte e duhura që të lexoj çfarëdo që atij i pëlqen, qoftë dhe shkurtimisht. Dhe pastaj do të kishte kundër efekt nëse një i ri ka preferenca të ndryshme ose një fëmijë ka preferenca të ndryshme për jetën e tij, për librat e kështu me radhë, edhe ai ballafaqohet me lexim të librave që nuk i ka për çejf. Dhe normalisht kjo pastaj krijon kundër efekt dhe le ta themi në aspektin figurativ një lloj alergjie e që pastaj duhet punuar goxha më shumë për ta tërhequr atë, për ta kthyer edhe një herë në leximin e librave. A do thotë kjo që fillimisht duhet krijohet shprehia e leximit, pastaj mund të orientohet se çka të lexoj? Fillimisht le të fillohet duke lexuar atë që e dëshiron, e pastaj ai që është përgjegjës për të, qoftë mësuesi, qoftë prindi, le ta orientoj të lexoj atë që ai duhet lexoj. Pra fillimisht atë që ai dashuron e pastaj ajo që është e duhura për të. Kjo do të ishte çështja ideale për të filluar me leximin te fëmijët ose te të rinjt. Dhe a keni ndonjë shembull për nisma të tilla që kanë nxitur pastaj të rinjt, fëmijët, shkollarët që të lexojnë më shumë, që ta duan leximin më shumë? Pikërisht në shkollën ku unë punoj, në medresen Alaudin në Prizren, vitin e kaluar, nëse se gaboj, ka qenë një praktik shumë e mirë, ku nxënësve u janë shpërndar libra të ndryshëm, edhe që pas një kohe kanë pasur të nënshtrohen provimit, në mënyrë që prej librave të lexuar janë parashtruar pyetje që ata të cilët dalin më të suksesshëm në plotësimin e provimit përkatësisht të atij testi, kanë pasur edhe një udhtim falas për në vendet e shenjta përkatësisht në Mekë dhe në Medinë për ta kryer umrën. Dhe nxitje të këtilla do të kishte qenë ideale që të bëhen qoftë edhe me shpërblimet të mirënjohjeve, të çmimeve të ndryshme, ose pse jo edhe ndonjë shumë parash që pastaj ai do të blinte libra. Kështu zhvillohet edhe në shkollat më të njohura dhe në Evropë. Dhe pikërisht edhe në Vjenë madje. Kjo do të ishte ajo që do të kërkohej prej nesh që ne ta bënim, që edhe një herë të kthejmë vëmendjen te libri, edhe sa më lart telefonave. Gara do të ishte e hatashme nëse do të ofroheshin shpërblime, sepse fëmijët joshin kështu. Pikërisht nuk do të kishte garë më të mirë se sa një garë të këtilla. Garë leximi. Pikërisht. Mirë, padyshim që libri është burimi më i rëndësishëm i dijes. Çka humbim kur nuk lexojmë? E the shumë mirë, edhe sot, pas gjithë këtij hovi teknologjik që po përjetojmë, leximi, përkatësisht librat mbeten mjeti kryesor i nxënjes, i diturisë, i informimit në përgjithësi, i përvetësimit të shkencave të ndryshme. Dhe atë se çfarë humbim ne nëse nuk lexojmë, do të ishte e njëjtë me atë sportistin profesionist se çfarë humb kur ai nuk shkon në palestër. Një shkrimtar i njohur, Kim Mehmeti, ka një thënie shumë të mirë, një shkrim të shkurtër në lidhje me këtë temë, edhe bën dallimin mes atij që ai e quan trup trash edhe tru trash. Për fat keq sot shoqëria jon përqendrohet, po i jep rëndësi vetëm palestrës për të dukur trupi sa më i formsuar dhe përkatësisht duke e lënë më njanë pastaj edhe kultivimin e trurit, përkatësisht mpresinë e trurit. Prandaj dhe quhet mendje prehtë dikush që vazhdimisht lexon, dikush që është në rrjedhat e leximit, të shkencës e kështu me radhë. Pra, dikush një sportist që nuk shkon në palestër, çfarë do të fitojë? Me siguri disa kilograma më tepër. Mirë, po ky fitim i kilogramave figurativisht do të ishte një humbje për të realisht me shëndetin e tij. Edhe në dëm të misionit që ka. Pikërisht dhe e njëjta gjë do thoshim se ndodh edhe me atë tru trashin, përkatësisht me atë që nuk lexon, truri i tij do ta humbte mpresinë ose në rastin më të lehtë do ta thoshim, nuk e arrin atë mpretësinë që do të arrinte po të frekuentonte biblioteka apo të lexonte libra. Çështja e leximit si një prej burimeve që mbron njeriu nga smundje të ndryshme, siç është ajo smundja e harresës. Shumë e vend, madje do ta thoshim se
Për te kësaj, libri është një psikolog shumë i mirë, edhe një ilaç madje shumë i mirë. Kur jemi te psikologët, ata të paktën e thonë që një njeri parafërsisht gjatë ditës mendon ose në mendjen e tij sillen rreth 80.000 deri në 150.000, madje disa deri në 200 mendime, qofshin edhe mendime të kota. Dhe këto mendime, pra mendja jonë vazhdimisht është e angazhuar në diçka, do të ishte ideale që këto të përqendroheshin në mendime që do të ishin të shëndosha. Tazëm, teksa ti lexon një libër të caktuar, normalisht mendimet janë të sistemuara dhe ti përqendrohesh në leximin e atij libri përkatësisht përmbajtjen e tij. Dhe duke qenë ti i angazhuar në përmbajtjen e tij, faktikisht mendjen tënde nga ato mendimet e kota të panevoja e që pastaj ata kthehen në humbje të energjisë, normalisht krijon qetësi te ti, edhe normalisht përqendrimi pastaj është shumë më i lartë, kënaqësia, lumturia është shumë e madhe, edhe këto do ta thoshim do të ishin një lloj psikologu, një lloj vetmimi, përkatësisht një lloj shoqërimi me librin, kjo vetmia që ti e bën, madje edhe këta porosisin, pra për psikologët apo ekspertët e lumturisë, që ne në ditën tonë të ndajmë një kohë të caktuar kur vetmohemi vetëm me veten tonë, kur shoqërohemi me veten tonë dhe ajo vetmi, përkatësisht shoqëri me librin do të ishte vetmia më e mirë në këtë rast. Ne edhe lexojmë, edhe këshillohemi, edhe avancohemi, edhe zbavitemi në shoqëri me librin. Dhe këtë do ta bënte më mirë edhe se sa në raste të caktuara edhe se sa një psikolog i caktuar. Ne mund të ngushtohemi para një shokut kur na këshillon, para një psikologu kur na i zbulon jetën tonë ose informacione të tjera, ndërsa libri këtë e bën në mënyrë shumë të qetë, në mënyrë të heshtur, pa të rënduar. Thjesht të mëson të këshillon, të përmirëson, duke të mos ngushtuar madje edhe pa ta ngritur zërin. Dhe në një farë forme është një komunikim i njëanshëm me autorin e librit në këtë rast. Po, nëse po flasim për autorin që është i kohëve të sotme, ndërsa pikërisht do të ishte i njëanshëm me autorët e gjeneratave të kaluara, për ndryshe të atyre që nuk jetojnë më, ata thjesht përvojën e tyre, atë diturinë e tyre e kanë përcjell te gjeneratat tona dhe ne pastaj e marrim për ta transportuar kushtimisht për ta çuar edhe te gjeneratat e tjera. Mirë, pra libri nuk mund të zëvendësohet me forma tjera të medias në mënyrë që njeriu të pasurohet me dije dhe të ketë një mendim kritik, që është vlerë. Fillimisht të sqarojmë se çfarë është mendimi kritik, se mbase mund të keqkuptohet si një qasje negative që duhet kemi ndaj një çështjeje të caktuar. Mendimi kritik sot ndaj potencova që mendimi kritik është vlerë. Shumë mirë. Mendimi kritik sot shihet si një diçka e rëndësishme, sidomos te shkollat skandinave që janë shembull model në këtë aspekt, dhe ata përgatisin nxënësit e tyre, studentët e tyre në atë formë, duke i ndërtuar njohuritë, shkencat e tyre në atë formë që pastaj me çfarë do që ata ballafaqohen në të ardhmen, në diskutime të ndryshme, në libra të ndryshëm që do të hasin, do të lexojnë, që kjo është mendimi kritik nëse ato që po dëgjon, ato që po lexon, a përputhen me ato që unë di tashmë për këtë çështje të caktuar, normalisht mbështetur në mënyrë shkencore. Dhe jo rastësisht, pikërisht libri i fundit i zbritur fillon me fjalën urdhër, folje që është kaq e shkurtër, kaq e thjeshtë, lexo. Dhe normalisht atë që shkolla skandinave sot e synojnë përmes leximit, përmes shkencës, ne e kemi kaq të gatshme para sa shekujsh, normalisht vetëm me atë formulën magjike të leximit përkatësisht lexo. Dhe kjo domethënë më së miri ka qenë e kultivuar te ne besimtarët në të kaluarën, e që mbase edhe të tjerët kanë marrë nga përvojat tona, që ne fatkeqësisht edhe mbase i kemi lënë pas dore këto vlerat që kemi pasur dikur. Dhe deri më tani kemi folur për nevojën për të lexuar, mënyrën se si mund nxitemi për të lexuar e kështu me radhë. Le të ndalim pak te çështja e dobisë, së ndërtimit dhe së gjuhës son. Sa e pasuron leximi gjuhën? Po, ndër të tjera, përveç se e tham si psikolog, përveç se e tham se një mjet bukur i rëndësishëm i argëtimit, madje përveç se i informimit, e ka edhe karakterin e kultivimit të fjalëve e të fjalive të ndryshme në mënyrë që një person ta thelloj trurin e tij, të menduarit e tij, ta të holloj, do ta thoshim tashmë me gjuhën e Kim Mehmetit, edhe normalisht që kjo do të ishte e mirëpritur. Pra kur ne i kemi të detajuara terma të caktuar, fjalë të caktuara, kjo do të ishte shumë e mirëpritur për trurin. Sigurisht ato ushtrimet matematikore që shërbejnë për ta
avancuar trurin ton, të menduarit ton, të njëjtën gjë e ka edhe leximi në këtë aspekt. Pra ne kur bëjmë dallimin ndërmjet fjalëve të caktuara, faktikisht ajo është shumë e mirëpritur edhe për trurin ton. Madje jo vetëm në pasurimin e fjalorit që është i mirëpritur leximi, mirë po edhe në aspektin e drejtshkrimit pastaj. Një fjalë e caktuar se si duhet shkruar, se si nuk duhet shkruar e kështu me radhë. Dhe personalisht, nëse mund ta personalizojmë këtë bashkëbisedimin, personalisht drejtshkrimin unë e kam marrë krye këput prej librit. Nuk mund të them që mbasen nga një mësues i gjuhës shqipe gjatë shkollimit fillor të mesëm apo edhe fakultetit, mirë po bazat deri në një farë mase bukur të mirë, deri në nivel bukur të lartë i kam marrë pikërisht prej drejtshkrimit. Kjo fjalë e caktuar, pse u shkrua ka kështu, në cilat raste u shkrua ka ndryshe, e kështu me radhë, normalisht pasi ke bërë një klasifikim serioz të librave, se cili mund të jetë serioz, cili është ka kaluar nëpër filtra të duhur, e kështu me radhë. Vepra si të shkruajmë drejt ka buruar prej asaj biblioteke që kemi në shtëpi, që është mbase e pasur shumë. Ndër të tjera pikërisht, domethënë edhe prej asaj që un kam lexuar ndër vite, mirë po normalisht pastaj edhe puna me nxënësit e mi të shkollave të ndryshme që kam punuar, pastaj edhe puna ime si lektor edhe kanë nxjerrë në fryt atë librin të shkruajmë drejt, tashmë domethënë të përhapur edhe të mirëpritur në për shumë librari të ndryshme. Dhe fatmirësisht jam mirënjohës ndaj Zotit që më është mundsuar të kem një bibliotekë siç e the të pasur, mbase do të kisha dashur që të ishte edhe më e pasur se sa ashtu që e kam. Mirë po vazhdimisht duke dëgjuar për vlerën e leximit, për vlerën e diturisë nëpër ligjërata të ndryshme, nëpër hoxhallar të ndryshëm, se si është më mirë që të mbushet përplot një bibliotekë dhe është më e parëndësishme mbushja e dollapëve me rroba të ndryshme dhe kjo më ka përcjell vazhdimisht që nga fëmijëria edhe realisht kam pasur shumë më pak rroba se sa që kam pasur gjatë gjithë kohës libra nëpër bibliotekën time. Dhe kjo shprehim mbasi ka qenë edhe pse jo e trashëguar prej dajës tim, që te daja im shihja vazhdimisht teksa lexonte, shihja libra në bibliotekën e tij dhe në ndërdijen time mbasi kjo edhe pa vetëdijshëm është të kultivuar edhe për ta përcjell pastaj edhe dëshira për të lexuar dhe për të marrë me libra. Mirë, do të flasim edhe për çështje tjera. Do të përmendim edhe letërsinë e huaj që preferohet apo jo tek shqiptarët, por shkputemi për pak çast dhe rikthehemi pas pak dashur miq. Dashur miq, po shoqërohemi me emisionin Këndi i Diskutimit me profesorin e gjuhës Jeton Koqinaj, po flasim lidhur me leximin dhe librin në shoqërinë tonë. Në fakt do të vazhdojmë profesor me atë çështje ku e lam në pjesën e parë, te çështja e lexuesit kosovar. Pse mendohet se ka dëshirë dhe preferon më shumë të lexojë nga literatura e huaj? Mbase tashmë vdekja e shkrimtarëve të mëdhej vjet siç ishte Ismail Kadare dhe para tij emra të mëdhej të letërsisë sonë siç ishte Agolli e pastaj Ali Podrimja dhe të tjerë shkrimtarë të cilët tashmë janë shuar dhe nuk janë në mesin tonë, kjo normalisht që krijon një boshllëk në literaturën shqiptare dhe mbase edhe prirja e lexuesit pastaj është që të orientohet te gjuhët të huaja për të marrë edhe pse jo përvojat e shkrimtarëve të tjerë. Përndryshe letërsia si shihet si art nuk njehet gjuhë. Njësisht nuk njehet gjuhë ta zëm piktura që duhet të kuptohet prej të gjithë banorëve, domethënë varësisht vendeve se si ku jetojnë e kështu me radhë, të njëjtën edhe letërsia e ka. Të mjafton ti ta kuptosh një gjuhë të caktuar dhe ajo pastaj nuk ka gjuhë, po themi kështu letërsia. Pra e njëjta dieni, e njëjta përmbajtje mund të shkruajë në cilën do gjuhë. Prandaj edhe ndodh natyrshëm edhe përkthimi i literaturës së ndryshme në një gjuhë të ndryshme. Dhe normalisht këto janë ato lëvizje që ndodhin në mesin e lexuesve. Sot normalisht që anglishtja ose gjuhët të huaja janë bërë më të përveçuara nga lexuesit shqiptar dhe do të ishte gjë e mirë në një aspekt. Dhe edhe në të kaluarën ka pasur lëvizje të këtilla dhe më kujtohet një lexim që pata bërë se disa student që po studionin në Perëndim gjatë kohës kur Gjeshfishta po shkruante lahutën e Malësisë, ata i drejtohen me një letër si lloj mirënjohje dhe kërkese njëkohësisht
që e falenderonin edhe i kërkonin që edhe më tej të vazhdonte me shkrimin e lahutës së Malësisë, se po na i kënaq zemrat edhe po na i ngroh shpirtrat, teksa ne lexojmë heroizmin e popullit kombit shqiptar dhe tashmë jemi ngopur nga dashuriçkat e perëndimit përkatësisht të autorëve që shkruajnë në lidhje me romanca të ndryshme e kështu me radhë. Po them, lexuesi do të lëviz vazhdimisht nga një letërsi e huaj, natë vendore dhe anasjelltash, dhe kjo mbase do të ishte edhe një pasuri shumë e mirë. Ti merr përvoja të gjuhëve të ndryshme, të kombeve të ndryshme, pastaj që ti sjellësh edhe në gjuhën që ne, domethënë, e kemi, kjo do të ishte gjë e mirë. Dhe mendoni, rrethanat historike, rrethanat kohore e orientojnë lexuesin me apo pa dashje se çka të lexoj? Natyrisht, nëse një shkrimtar i caktuar po tërheq vëmendje të madhe dhe pastaj po përkthehet në një gjuhë të caktuar dhe lexuesi pastaj e reklamon atë të lexuesit e tjerë, të rrjetet të tjera, tashmë kur qasja janë shumë më e madhe në këtë aspektin që e tham, në aspektin e teknologjisë, normalisht që edhe shtrirja do të jetë shumë më e madhe, njëjtë sikurse ato video që po bëhen virale, pastaj njëjtë edhe libri, domethënë do të kishte gëzuar popularitet të këtill. Njëjtë ka ndodhur edhe me shkrimtarët tonë, me çfarë përmendëm Kadaren, kur një libër i përkthyer mirë pritet, pastaj ata kanë dëshirë që edhe libra të tjerë të këtij autori të njohin, të lexojnë edhe të studiojnë. Edhe kështu ka ndodhur, domethënë, edhe me shkrimtarë të tjerë. Kur jemi te shkrimtarë të huaj, te literatura e huaj, pse lexuesi kosovar din të shprehet edhe kështu? Thotë, më lehtë kam të lexoj në gjuhën angleze sa në gjuhën shqipe një literaturë. Ku qëndron problemi? Dhe këtë nuk e dëgjojmë vetëm nga lexuesit shqiptar që lexojnë literaturë në gjuhë të huaja, por këtë e dëgjojmë, unë tash këtu jam i prirë them për fat keq, edhe nga hoxhallarët që literaturën e tyre kur lexojnë e kanë më me ëndje edhe më të familiarizuar në gjuhën arabe sesa në gjuhën shqipe natyrisht. Normalisht, me që këtë të fundit e përmenda, ajo është e vetë kuptueshme sepse ai ka studiuar që në fillim në gjuhën arabe, pra qasjen e tij e ka pasur shumë më të madhe në gjuhën arabe, e njeh më mirë zakonisht të pasur, natyrisht, edhe me fond fjalësh milionësh krahasuar domethënë me gjuhët e tjera, edhe normalisht pastaj familiarizimi, njohja e arabishtes në këtë rast është shumë më e mirë në nivelin gramatikor, leksikor, sesa që është gjuha e tij amtare, edhe normalisht pastaj natyrshëm edhe familiarizimi me atë gjuhë do të jetë kësaj. E njëjta gjë vlen edhe në këtë rast me gjuhët, siç e the, anglishtja. Të rinjt tanë, për fat keq fëmijët tanë, sot kur e din anglishtin shumë më mirë se sa gjuhën e tyre amtare, natyrshëm ne çfarë do të prisnim që të lexojnë në gjuhën shqipe, natyrisht që jo. Madje mbas edhe më atraktiv u duken shkrimtarët e huaj, gjuha është më e njohur prej tyre anglishtja në këtë rast, edhe normalisht edhe leximi do të jetë në gjuhën e huaj. Dhe normalisht edhe thënia më tregos se çfarë lexon edhe të tregoj se kush je, pikërisht kjo do të zinte vend edhe njëkohësisht se rruga se ku po shkon populli ynë, kombi ynë në këtë rast për fat të keq. Do të thënë ndikimin nga anglishtja, vërshimi i anglicizmave që bëhet në gjuhën shqipe, edhe kulturalisht tashmë me lexime të këtilla, normalisht që mbase nuk ka një rrugtim të mirë të shqipes në këtë drejtim. Dhe apo e përgatit sistemi ynë arsimor nxënësin kosovar që ta dojë dhe ta kuptojë letërsinë shqipe? Për fat keq, në këtë aspekt, gjithnjë tregu i punës me atë që është në shkolla ka shkëputje të madhe dhe ky hendek sa shkon e thellohet për fat të keq. Për shembull, nga ajo që ne kemi lexuar, nga ajo që ka qenë në plan program gjatë studimeve tona, për fat të keq, është bukur larg nga ajo që ballafaqohemi të nesërmën pastaj kur jemi si mësimdhënës. Ka shumë njësi mësimore, ka njësi kapituj të tërë, të cilat asgjë kanë qenë në plan programe gjatë studimeve. Dhe kur ne ballafaqohemi me letërsi të fëmijëve, janë kaq të panjohura fillimisht edhe për ne. Dhe pastaj normalisht kjo do të ishte një mungesë e madhe e drejtimit, orientimit të duhur që ne do t'ua bënim nxënësve. Nëse të kaluarën thuhej gjatë studimeve këtë e diskutoni me studionim, që njohurit plaken parafërsisht në çdo 10 vjet, tashmë për fat keq, ose fatmirësisht në këtë aspektin e dinamizmit të zhvillimit të teknologjisë, tashmë njohurit plaken shumë më shpejt. Mbase 10 vjeçi
në të kaluarën ka qenë shumë më i gjatë se sa që është sot. Dhe normalisht ky 10 vjetësh, pas një 2-3 dekadash do të jetë shumë më i gjatë se sa që do të jetë në të ardhmen. Dhe këto njohuritë që e thash tashmë plaken shumë më shpejt se sa në 10 vjet që ne e thoshim dikur. Mbase njëtë edhe çysh ka zhvillim të hofshëm teknologjia, njëtë edhe në këtë rast rrjedhimisht duhet përshtatur edhe njohuritë, dituritë, informacionit edhe me zhvillimin e teknologjisë. Dhe leximi sot në shkollë është një akt krijues apo është një detyrë që pastaj edhe largon nxënësin nga leximi? Pikërisht atë që e tham pak më parë, kjo do të ishte ajo ana e errët e sistemit tonë shkollor. Nëse ne kemi detyruar fëmijët tanë, nxënësit tanë, që të lexojnë atë që ata nuk e kanë për qefi, normalisht edhe krijojmë pastaj kundër efekt në të ardhmen e tyre. Që ajo alergjia pastaj është shumë e vështirë që të shërohet për të zëvendësuar pastaj që të lexoj ai me do e mos atë që do ta dëshironte. Për fat keq, në këtë aspekt, domethënë çalojmë bukur shumë, ndërsa në arsimin e ulët, në ciklin e ulët, prej klasës së parë deri në 5-6, siç e thash, qëndrohet mirë në këtë aspekt, pra kur nxënësit janë pak më të ndikuar prej mësuesit, kur ndikimi i mësuesit është më i madh, edhe mbas edhe librat janë më atraktiv, këndet e tyre të leximit që i kanë, edhe në këtë aspekt qëndrohet më mirë. Mirë, po pastaj shkëputja po krijohet prej klasës 6-7 edhe për të mos u kthyer mbase deri në një kohë bukur të vonë në leximin ashtu siç e kishte dikur në familjen e tij. A do të mbjetoj ndonjë lexues i pasionuar pas leximit? Jam optimist në këtë aspekt se do të kthehet leximi ashtu siç ka qenë në vitet e arta, siç e tham, në fund të shekullit të 20. Dhe në atë kohë edhe për fenë thuaj se në të ardhmen, ta zëm ditët tona, parashihej që feja do zbehej bukur shumë, edhe që interesimi për praktikimin e fesë do të bjerë, mirë po çfarë ndodhi? Ndodhi pikrisht e kundërta. Ajo që shihej si parajs në këtë dynja, në këtë botë, se me zhvillimin e teknologjisë, kur njerëzit do të shoqërohen mes vete, kur do të kenë çësje argëtime të ndryshme, do ta lënë fenë më njanë, ndodhi pikrisht e kundërta. Pra probleme të ndryshme psikologjike edhe të depresionit e kështu me radhë, atë boshllëkun që e krijuan në këtë rast rrethonat e kohës, edhe sot vërejmë domethënë në nivel botëror që njerëzit janë më të orientuar në kthimin e fesë. Dhe njëjtë tashmë telefonat që i kemi në përduar, dikur do të ngopet populli edhe njerëzit në përgjithësi me këto zbavitje që në fakt janë boshllëqe, edhe jam optimist në këtë aspekt se do t'i kthehen edhe një herë librit, ashtu siç ka qenë, le ta themi, para luftës sonë të fundit të Kosovës. Mirë, le të flasim tani për një çështje tjetër në kuadër të kësaj teme. Mbështetja për autorët vendor. Si është gjendja e autorëve kosovar, më konkretisht? Çfarë po ndodh me shkrimtarët e rinj? Sa po përkrahet puna e tyre? Tashmë në këtë aspekt ka disa drejtori të caktuara në për qytete të ndryshme, drejtori komunale edhe ministri të ndryshme që kanë një lloj përkraje mbase të paktë, gjithnjë nga këndvështrimi im si një autor libri, të paktën po flas në këtë aspekt, mbase shumë e ulët me atë që do të duhej të kishte. Përndryshe, njerëzit e dijes, kërkuesit e diturisë do të duheshin të përkraheshin në masë të madhe edhe institucionalisht. Pra me shpërblime të ndryshme, çuç e thash, me mirënjohje e çmime të ndryshme, pse jo ta zëm në kuadër të gjuhës, le të bëhet një çmim qoftë edhe në aspektin material, një ndihmës. Pastaj në aspektin e letërsisë, të shkencave të ndryshme e kështu me radhë, dhe kjo normalisht do të nxitte pastaj edhe hartimin, përpilimin e librave të ndryshëm, dhe sa më të shumë që të kishim libra të shkruar, normalisht pastaj edhe konkurenca do të rritej, rrjedhimisht edhe cilësia, pastaj rrjedhimisht edhe lexuesi kur has në libra të mirë, pastaj edhe ai reklamimi që u vën në përjetët të ndryshme, normalisht që do të ishte i mirëpritur në këtë aspekt. Përndryshe, edhe nëse një autor, siç është ajo thënia që do ta shihnim se ha me lugë të artë, ne pikrisht edhe atëherë do të duhet ta ndihmonim atë person, sepse normalisht do të llogaritej si AIK e shoqërisë dhe shoqëritë ndryshe nuk do zhvilloheshin përveç se me shkencë, me lexim edhe kështu me radhë që të avancojmë si popull në përgjithësi. Dhe vazhdimisht e përmendim teknologjinë, medjet, pra rrjetet sociale si një pengesë që ka larguar në fakt lexuesin nga libri. Në të kundërtën,
Si mund ta shfrytëzojmë në këtë rast medien për të promovuar leximin? Po, pyetje shumë e mirë, të paktën për të nxjerrë nga kryqëzimi që i bëm gjatë gjithë kohës kësaj teknologjisë, dhe kjo do të ishte e mira që ka teknologjia në këtë rast. Tashmë promovimet që bëheshin në të kaluarën, promovimet klasike, teksa mblidhen një grup njerëzish për të marrë pjesë në një promovim libri, tashmë është edhe më jorse, edhe më atraktive nëse bëhet një promovim libri, pse jo përmes rrjeteve sociale, përmes një postimi, përmes një sponsorimi, edhe qasja e audiencës është shumë më e madhe, edhe në këtë rast do të ishte shumë më... Por ka rëndësi edhe vetë vepra, kur promovohet edhe titulli që sigurisht që është joshës. Po, natyrisht. Harmonizimi i përmbajtjes me reklamimin do të ishte ideale në një biznes, le ta themi, se mbase nuk mund të flasim kësaj për botën e librit që mos paku duhet parë si industri, si biznes. Mirë po, nëse një përmbajtje e mirë, pastaj edhe reklamimin e ka të dur, normalisht që do ta gjejë lexuesi me doj mos ku është e kush është. Nga ajo që the se sa ka përkrahje libri, autorët e ri, nëse mund të shpalos një përvojë timen me këtë librin tim, ne e shpërndam librin në për libraritë të ndryshme të kryeqytetit, mirë po një librari, një nga këto të mëdhat, hezitoi për ta marrë, kur më pa mua me botuesin tim, ishim së bashku për ta quar në mënyrë që të shitej edhe të pajisej ajo librari e caktuar, ata refuzuan të merrnin librin, madje edhe thjesht pa pagesë, që ta vendosnin në raft. Dhe me arsyetimin, që më shumë do ta quaja me pretekstin, se nuk ka si politik e librarisë son diçka që ne e marrim librin pa pasur kërkesë nga lexuesit. Ndërkohë libraritë e tjera bën shitje të mëdha të librit deri në numër 3 shifror dhe pastaj vetëm pas një kohe kur mbase lexuesit e kishin kërkuar edhe librin tim edhe te kjo librari, më kërkuan pastaj edhe disa kopje të librit dhe pastaj furnizime të tjera sepse u shiteshin mjaft shpesh dhe po doja të thosha se mbase, shikon, po të kishim një autor libri që mbase nuk do të mirëpritej kësaj për të marrë nga libraritë të ndryshme, si do të depërtonte i njëjti, po them kushtimisht për të mos tingëlluar vrazh në tregun e shitjes së tij. Pra një autor libri, mbase mund të shkruajë një libër të përkryer ideal, mirë po kur pastaj nuk ka përkraje, qoftë prej librarive, qoftë pa pagesë le ta marrë dhe pastaj kur do të shitet le ta bëjnë pagesën, normalisht që i tilli mbase do zhgënjehej edhe nuk do të kishte pastaj edhe atë nxitjen, motivimin për të shkruar një libër tjetër të edhe përkraje institucionale në këtë rast. Natyrisht. Gjëra të këtilla duhen rregulluar në bazë në radhë të parë prej shtetit dhe më së miri këtu ne do ta shihnim orientimin e shtetit se sa u jep rëndësi leximit, librave dhe pikërisht edhe këtë do të konstatonim se një shtet sa është serioz apo sa është i avancuar në një drejtim caktuar. Pra ka rëndësi që në këtë rast lexuesit i ofrohet ajo çka i nevojitet. Dhe pastaj sigurisht që do të nxiste edhe kurreshtjen për të lexuar dhe këto biblioteka e librari nuk do të shndroheshin në ato hapësirat vetëm të reklamimit, por si vende të gjallërimit. Unë edhe njerë po them, fillimisht le të ofrohen lexuesve librat që ata i dëshirojnë. E vetëm pasi të krijohet kjo varësia, sëmundja nga leximi i librave, ndërkohë po e them kushtimisht sëmundje, se do të ishte një sëmundje shumë e mirë, varësia nga leximi i librave, dhe vetëm në atë kohë pastaj mund të orientohet lexuesi me librat që ja vlen të lexohen. Fillimisht me atë që ata i duan e pastaj pas një kohë me atë që atyre u duhen. Dhe e bukur e kësaj bisedës ishte ai optimizmi i juaj që do të rikthehet lexuesi pranë librit. Jam i mendimit se leximi, librat përgjithësi janë në një gjumë dhe në një 24 orësh, gjumi është më i pakët se sa zgjimi dhe kur të zgjohet gjumë, faktikisht leximi nga gjumi në cilin ka rënë, normalisht që po shpresoj se zgjimi do të jetë edhe shumë më i madh. Njëjtë siç u rikthye feja shumë më fuqishëm, shumë më me interes për të mësuar, për të studiuar, një do të kthehet edhe leximi në të ardhmen. Jam optimist. Sepse edhe feja kështu e kërkon. Pikërisht. Që të lexohet më shumë. Edhe fundi do të jetë ashtu siç ka qenë në fillim me fjalën e parë, lexo. Faleminderit shumë.
edhe juve për këtë bashkëbisedim të këndshëm. Ishte kënaqësi. Të dashur miq, kjo ishte biseda e sotme që realizuam këtu te emisioni Këndi i Diskutimit. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbëjtje.